dikush me orë, profesional, në njëri që është profesional në këtë punë, a si të shemen e shetë çfarë niveli kulturës punës kanë pasur, në thonë. Keni kërku, po themi, edhe vetë me ardhë dhe me e argumentu që është rrezik, po që me e përshpejtu, po themi me shqyrtu si rast edhe me ndërmarrë një hapë më të shpejtë. Për sot ai kom bo fotografi ti kom bo. Ja kom bashkë nxit kërkesës, me shkesë me në shkimit të lagës, më thonë banorëve stagës, 100% e kanë nështruhe, se kjo është kërkesë, kjo përshqisë të në nevojshëm të bo. Nuk e di përshpesoj që mas këti reportajë ose intervjistët juve, ndoshta diçka ndërmarrin diçka. Në rast se vazhdon si problem, si shqetësim edhe për një periudhë caktuar, edhe nuk merrin mbas përgjigje nga KESCO, pra çka mendoni me ndërmarr që me bëni një zgjidhje pak më të shpejtë, dhe pas parasysh që përmendet edhe peticionin që është nënshkruar nga banorët në 100%. Po, kërkesa është e nënshkruar, nuk ka peticion kërkesa, është se kjo nuk u kon me ditë sa emergjente, mirë po që kjo që është e patolerueshme. Nuk kam në shpesimi tjetër, letë, dhe me thonë rruga për artikulimin e kërkesës, ka shkuën për rrugën që shkohet, në zyret e tyne, ata e kanë. Unë e besoj që ata kanë plane,